Konispoli u kthye këtë fundjavë në kryeqendrën e folklorit shqiptar teksa u zhvillua edicioni i dytë i festivalit Sofra Konispolate 2026, me një atmosferë të ndezur artistike dhe një pjesëmarrje mbreslënëse. Qyteti jugor mirëpriti 13 grupe folklorike nga të gjitha trevat shqiptare, duke sjellë në një skenë të vetme pasurinë e traditës sonë muzikore. Rreth 250 artistë performuar në skenën e ngritur posaçërisht për festivalin, duke rikthyer këngët e vjetra polifonike, vallet çame, ritmet e jugut dhe motivet karakteristike që ndër vite kanë ruajtur identitetin kulturor të shqiptarëve. Kostumet shumëgjyshe, instrumente tradicionale dhe energjia e interpretimeve bën që publiku të shpërthente në duartrokitje të vazhdueshme. Atmosfera festive u ndje në çdo kënd të Konispolit, ndërsa banor, vizitore dashamirës të folklorit u mblodhën për të shijuar këtë ngjarje, që tashmë po kthehet në një traditë të rëndësishme kulturore të zonës. Festivali synon të promovojë trashëgiminë shpirtërore të krajinës së Çamërisë, por edhe të bashkojë trevat shqiptare në një harmonizim të vlerave folklorike. Konispoli, ky qytet i vogël në hartë, por i madh në histori, është një dëshmi e gjallë e zakoneve, traditave, këngëve dhe valleve shqiptare. Në çdo rrugicë të Konispolit ndihet aroma e historisë, njëherë është e gjithë banorëve të zonës këtu, një aromë e cila tregon për sakrificën, por njëkohësisht edhe krenarinë e një populli që nuk u përkul asnjëherë. Dhe ne kemi detyrimin moral që t'i përcjellim traditat dhe zakonet brez pas brezi edhe tek brezat e rinj, sepse është mëse e nevojshme. Këtu në Konispol është bërë tradit tani më festa gëzime hare, sepse nuk kemi vetëm vendi që prodhojmë agrume, nuk kemi vendi që vetëm pastrojmë kanale, nuk kemi vendi që vetëm duhet të shtrojmë rrugët me asfalt apo me çakëll. Jemi vend që ofrojmë kulturë, ofrojmë histori, ofrojmë traditë dhe këtë duhet ta transmetojmë brez pas brezi. Në këtë edicion të dytë kemi rreth 300 artista që do performojnë. 13 grupe artistësh të cilët do t'japin performancën e tyre vallet e bukura të traditave, jo vetëm çame, por edhe të traditave të tjera, siç është labëria, siç është vallet etnike. Ne jemi shoqëria kulturo-artistike Flaka Llapit nga Podujeva. Vim mbi 7 orë udhtim në Konispol, ku ruhet tradita e smëntokës, djerit betexhive e fundit, që është Muhamet Çam Kyçyku. Jemi grupi folklorik i qytetit Kavajës, grupi Vlla. Ju përgëzojmë për mikpritjen e ngrohtë që na keni bërë. Është një festival me vlera, kur ndërthuren shumë gjëra dhe shumë kultura, po ka një gjë të përbashkët, unitetin e mendimit dhe të veprimit të njerëzve të kësaj zone. Jemi shoqëria kulturore artistike SHK Moja Karanfilit, vina prej Vunthajve, Plavës dhe Gucis, cila gjendet në Mal të Zi. Këtu jemi ardhur në Konispol me 4 pika autentike, do me thonë vallën e vajzave, vallën e burrave, vallën festive dhe një këngë burimore. Është qendra kulturore artistike Ana Morava nga qyteti i Vitinjës, zona Ana Moravës. Është në juglindje të Kosovës. Sot ky grup këtu do të prezantojë një pjesë të tyre. Është hera e parë, domethënë që jemi në Konispol në këtë festival. Sonde jemi në Konispol me grupin e grave e Rodon Tona Marandon, është grupi i Sarandës. Kemi ardhur në një festival shumë të bukur që organizon Konispoli dhe ditë përgjegjës është Vangel Tahua, që është nga Mursia. Shikoj që ka grupe shumë të bukura, të larmishme, njerëz, shpresojmë të kalojmë një natë shumë të këndshme. Në përfundim të natës, juria vlerësoi performancat më të spikatura duke ndarë 3 çmime kryesore. Vendi i parë ju dha grupit Djemt Çam nga Vlora për interpretimin e fuqishëm dhe harmoninë artistike. Vendi i dytë shkoi për ansamblin Vlla nga Kavaja, që spikati me valle dhe kostume tradicionale unike. Vendi i tretë u fitua nga ansambli Zëri i Bilbilit nga Saranda, të cilët u duartrokitën gjatë për stilin e tyre karakteristik. Sofra Konispolate 2026 u mbyll mes emocioneve dhe duke dëshmuar edhe një herë si tradita shqiptare vazhdon të jetojë dhe të trashëgohet me pasion. Organizatorët shprehen mirënjohje për pjesëmarrjen e gjerë dhe theksuan
se ky festival do të vijojë të rritet vit pas viti, duke mbetur një nga ngjarjet më të rëndësishme artistike të jugut të vendit.